Rikthemi sërish në rrezën tonë dhe këtë pjesë do t'ja dedikojmë të rinjve, të cilët në fakt duhen përgëzuar pasi kanë ndërmarrë një nismë shumë të veçantë, shumë të rëndësishme që raporton dhe ndërgjegjëson në lidhje me fenomenin e bullizmit, një fenomen kaq prezent në shoqërinë tonë, në shkolla, në shoqëri, në punë, në familje, por pikërisht duke u nisur edhe nga disa ngjarje të rënda që përveç së vërtetës kanë rezultuar edhe shumë tragjike me vrasjen edhe marrjen e jetës së disa nxënësve, ngjarje të cilat kanë nisur me sharje, me ofendime, me dhunë verbale në rrjetet sociale. Pikërisht për këtë duhet folur, duhet të ndalemi te ky fenomen të dhuna verbale, të dhuna fizike midis nxënësve të shkollave, në shoqëri, problemi nis në familje, po sot do të flasim vetë ata nxënës, si raportohet dhuna nga vetë nxënësi, sa e rëndësishme është vetë ndërgjegjësimi në familje për të mos shkuar deri tek këto rastet fatale. Nxënësit më vinë nga shkolla 9 vjeçare Alidemi dhe pikërisht jam me Aisli Elezi. Mirë se erdhe Aisli. Faleminderit, mirë se u gjeta. Gledis Hoxha, mirë se erdhe Gledis, dhe Amelia Merizaj, mirë se erdhe. Jeni të tre në klasën e 9 apo jo? Do ta nisim me projektin Fuqia e Fjalës, të cilën ju e keni propozuar dhe më pas do të kthehet edhe në një konkurs, siç e cituam për mes shkollave. Si lindi kjo ide dhe sa shkolla do të përfshihen, çfarë në kupton Fuqia e Fjalës, për çfarë flet? Atëherë, ne si fillim, duke qenë se një ndër tematikat e këtij projekti ishte bullizmi verbal dhe bullizmi online, menduam që të bënim diçka që do i shërbente si fillim shkollës, komunitetit, pastaj nëse pëlqejt si ide, sigurisht do zgjerohet dhe më tej nëpërmjet rrjeteve sociale. Atëherë, siç e shikojmë Kutia e Fjalës, kemi tre ndarje, që është ndarja e jeshile që janë fjalë që na shërojnë, kemi e verdha që janë fjalë, domethënë në gjinin asnjë anse, dhe tek e kuqja kemi fjalët që na lëndojnë. Sepse realisht fjalët kur i dëgjojmë ose ato etiketimet, bullizmet, domethënë shpesh herë realisht ndikojnë shumë në gjendjen shpirtërore të personit. Prandaj ne kemi menduar që kjo kutia do vendoset tek shkolla jonë në një ambient përshtatshëm dhe çdo nxënës nga klasat të ndryshme mund të vendosi një fjalë, mund vendosi historinë e tij, një etiketim, një bullizëm që ka marrë. Dhe padyshim e kemi zgjeruar këtë dhe duke hapur një faqe emaili kutiafjalës@gmail.com, ku nxënësit mund të na tregojnë historitë e tyre të bullizmit. Kanë ardhur shumë histori, pra keni filluar që ti shfletoni ato, ti lexoni dhe më pas to histori ku do t'i drejtohen, si do të zgjidhen, si do t'i jepen një përgjigje? Historitë që vinë janë gjithmonë të shpeshta dhe historitë që ndodhin janë dita ditës në shtim. Ne nisëm vetë si nisëm dhe po marrim historitë dhe po i trajtojmë ne vetë, po flasim me këta nxënës dhe më pas drejtohemi tek drejtoria e shkollës dhe shërbimi psikosocial, psikologja, punojësi social, të cilët janë gjithmonë të gatshëm për t'i ardhur në ndihmë nxënësve që kanë treguar historitë e tyre. Gledis, me që je i vetmi çon në panel, mund ta hapim kuti dhe të marrim të paktën një histori për ta lexuar dhe për t'ia treguar se çfarë shqetësimi ka mbërritur në kutinë tuaj. Merë historinë. Bashkë me, ndoshta aty keni dhe përgjigjen. Mund të ketë dhe histori të tjera, por ne po zgjedhim një për ta ndarë për publikun. Ju ka ndodhur shpesh të mos keni dëgjuar më parë histori prej personave, nxënësve të cilët janë prekur ose janë ofenduar dhe më pas historia ka devijuar në drejtime të tjera ose është bërë më e rëndë, më e ngarkuar për të? Po, kanë ndodhur sepse shumicën e rasteve këto nxënës kanë atë frikën e të shprehurit. Po, e të shprehurit. Prandaj dhe neve në kuti, domethënë të shprehurit është anonim, sepse ne nuk kemi si synim t'i gjykojmë këto nxënës, po t'i gjejmë një zgjidhje problemit të tyre. Pikërisht këtu do ndalem edhe unë si çun që flas, shumica e historive që kam dëgjuar, shumica e djemve kanë frikë, pra i duket vetja si më i dobët, le të themi, krahasim me shokët e tjerë nëse shprehen dhe nëse nuk e zgjidhin vetë si situatë, sepse vetë është ajo sedra, le të themi, e djalit për ta zgjidhur situatën vetë. Por është diçka që unë nuk e rekomandoj që të mbash gjërat vetë, duhet shprehur sa më shumë. Bëjnë të ndihesh keq emocionalisht? Mendoj që pika kryesore është pikërisht familja, pra mënyra se si edukohesh. Por më shumë, pra për këto situata, edhe nëse më ka ndodhur diçka, kam folur me vllajin. Është më i madh ai? Po, më i madh, pikërisht, ka pasur më shumë eksperjenca dhe gjithmonë më ka folur për mirë, që të evitoj gjitha situatat, mos t'i eskaloj, mos t'i çoj në altercion fizik. Gjithmonë. Si nis një sherr mes djemve, mes çunave të shkollave?
siç ke dëgjuar, domethënë për çfarë arsye, pse Gjithmonë- duhet ketë kaq dhunë, pse duhet ketë kaq agresivitet. Mendoj që është deri në dhunë fizike edhe më pas edhe raste fatale, siç kemi dëgjuar. Çdo gjë nis nga fjala. Nga fjala. Nga fjala. Mendoj që sidomos në Shqipëri nuk tolerojnë fare. Mendimin personal, domethënë flasin çfarë kanë në mendje, shajnë. Mendoj që është dhe problemi i shoqërisë shqiptare, pra ne meshkujt e shoqërisë shqiptare e kanë këtë sedrën, le të themi, ose unë jam më burr se ty, ose a kupton. Dhe gjithë ky problem fillon aty tek familja. Po. Mirë, ta lexojmë një histori dhe e vazhdojmë pastaj bisedën. Okej, Amelia na lexon një prej historive të hedhura në kutinë e fjalës. Përshëndetje, po jo shkruaj këtë email sepse nuk di më kujt i drejtohem dhe sepse fjalët dhe pse janë arsye pse ndihem keq. Jam e vetmja mënyrë që kam për të treguar këtë situatë. Jam nxënëse në një shkollë të mesme dhe çdo ditë përballem me komente që për të tjerë duken shaka, po për mua janë plag. Më thërrasin me nofka për pamjen time, për mënyrën si flas, për mënyrën si vishem. Në rrjetet sociale shkruajnë komente për mua që i shoh dhe kur përpiqem t'i shmang. Nuk ka dhunë fizike, por fjalët lëndon më shumë se sa mendojnë. Më ka bërë të dihem i pa vlerë, të mos flas në klasë, të mendoj 2 herë para se të shkruaj diçka, sepse kam frikë nga reagimi të tjerëve. Ndonjëherë mendoj se heshtja është mënyra e vetme për të mos lënduar më. Po jo shkruaj sepse do të doja që dikush të kuptonte se bullizmi nuk është vetëm një fjalë e madhe, por është diçka që ndodh çdo ditë, me fjali të vogla por të rënda. Do të doja që dikush të tregonte nxënësve se një fjalë e thënë pa menduar mund të mbetet gjatë në mendjen e dikujt tjetër. Nuk po kërkoj fajtor, po kërkoj që fjalët të përdoret ndryshe, që shkolla të jetë një vend ku nuk e frikë të jesh vetvetja. E rëndësishme është raportimi i rasteve të tilla. Ku do ta adresoni këtë shqetësim dhe si do ta zgjidhni? Atëherë, ne si fillim kemi krijuar këtë faqen e emailit dhe sigurisht mësueset e gjuhës shqipe, drejtoria e shkollës, stafi psikosocial e ka të drejtën të shikoj këtë emailit, të shqyrtoj dhe në rastin në fjalë, direkt sa e pam u prekëm sepse realisht ka shumë raste të heshtura që ne nuk i dim, sepse gjithmonë nxënësit kanë atë frikën të shprehen, se mendojnë se do gjykohemi dhe këto fjalë shpesh i marrin shumë brenda vetes dhe më thënë lejojnë që këto fjalë të identifikojnë se kush janë ato. Tulin vetbesimin, siç tha. Po, tulin realisht vetbesimin, pra shërbimi psikosocial e ka shëmtuar këtë si rast dhe shumë raste të tjera dhe i ka dhënë një përgjigje dhe kemi vënë re që mbas përgjigjes që kanë marrë, kur kanë kuptuar që ne i supportojmë, ne nuk duam t'i gjykojmë, po thjesht t'i përkrajmë, ditën tjetër kanë ardhur dhe janë, domethënë, janë paraqitur, janë identifikuar që unë kam qenë ky rasti në fjalë. Domethënë, sfundmi kishim një rast, jo ky rast konkretisht, një rast tjetër, dhe ne i dham mbështetjen tonë, i tham që pa dyshim do i kesh për krajen tonë dhe ditën tjetër erdhi tek psikologu i shkollës dhe domethënë u identifikua si personi në fjalë dhe është më i rënd, formë më e rënd rastit e le themi sharjeve, fyerjeve në rrjetet sociale apo dhuna verbale përballë ose dhuna fizike. Kush është më e rënd si për ju? Unë mendoj se mund tjetë ajo online, pasi njerëzit online janë më pa filtera dhe kanë më të lehtë të ofendojnë, t'i thonë fjalë të këqija dikujt kur nuk e kanë atë përballë. Keni patur raste kur dikush është lënduar për shkak se i është thënë diçka ose është bullizuar për diçka në rrjetin tuaj shoqëror ose me të dëgjuar dhe si keni reaguar? Çfarë keni ndjerë në ato momente? Patjetër që ka raste. Paragjykimi nga paraqitja, mendoj që janë gjëra kryesore, pra mendoj, sidomos shoqërinë shqiptare, njerëzit paragjykojnë shumë nga paraqitja, japin komente, shkruajnë mesazhe, pra i paragjykojnë shumë njerëzit. Dhe unë gjithmonë, pra këshilla më e mirë që mund të jap njerëzve është që bullizimin online të injorojnë, t'i bëjnë blok personave, t'i reportojnë, pra gjithmonë ka një zgjidhje. Po jo domosdoshmërisht në të gjitha rastet është e evitueshme bloku ose kështu, sepse mund t'i kesh dhe shok që janë në ditët e tua normale dhe mund ta shprehin dhe verbalisht. Një raportim ose një studim i fundit tregonte se të rinë shumë ose komunikimi më i madh i tyre bëheshe në WhatsApp, në komunikimet në grupet. Sa të dëmshme janë këto grupet, sepse aty ka vërtet dhunë?
Mendoj se grupet janë më të dëmshmet pasi adoleshentët në përgjithësi e kanë tendencën më shumë të bullizojnë apo të ofendojnë në grupe. I bën ata të ndjenë më mirë vetë, sepse kur e bëjnë në grup nuk e mbajnë të gjithë ndjesinë e fajit vetë dhe ndjejnë dhe mbështetje. Dhe shumica nga të tjerët, pra vazhdojnë atë bullizmin në grup. Shumica e bullizuesve këtë dëmin që ja bën person që bullizohet e bëjnë kryesisht në grup. Pasi në grup kanë dhe përkrajnë, siç e tha Amelia, mbështetjen nga të gjithë. Pra ndjen më të fuqishëm kur janë në grup. Sa shpesh duhet folur me prindrit, thoni ju? Një ndër qëllimet e tjera të këtij projekti është që t'i tregojmë dhe pak a shumë prindërve se çfarë përjetojnë fëmijët e tyre, sepse shpesh herë fëmia nuk shprehet tek prindri, domethënë e ka shumë të vështirë të shprehet, edhe tek shoku mendojnë që jo do paragjykohen. Gjithmonë është kjo pjesa e gjykimit. Prandaj Kutia e Fjalës kemi menduar që të realizojmë podcastet. Ky projekt nuk është një projekt që e bëm tani, folëm tani dhe do mbetet këtu. Pra çdo muaj do hapet Kutia e Fjalës, do bëjmë një podcast që do hedhim në rrjetet tona sociale të shkollës, flasim me emrin Kutia e Fjalës. Dhe do i hapim dhe do shikojmë gjuhën e komunikimit midis bashkëmoshatarëve tonë. Dhe prindrit mund të informohen. I lejojmë të gjithë të përfshihen në mënyrë anonime. Edhe një bullizues vet mund ta tregojë historinë e tij dhe ne do japim këshillat tona dhe do e mbështesim. Çfarë mendoni se duhet bërë tjetër nëpër shkolla që ky fenomen të mos edhe të mos jetë kaq lëndues edhe kaq fatal që ka ndodhur në historitë që kemi dëgjuar? Shërbimi psikosocial ka orë të veçanta, ku vinë nëpër klasa, na flasin jo vetëm për bullizmin, por për të gjitha çështjet, na ndihmojnë neve të ndjehemi më mirë, na lejojnë të shprehemi. Domethënë diskutoni rreth fenomeneve. Po gjithmonë ka marrë nisma të tilla, siç kemi dhe qeverinë e nxënësve, që në bashkëpunim me koordinatoren e qeverisë nxënësve, gjithmonë kemi marrë nisma të tilla për bullizmin, kemi trajtuar aktivitete, ku kemi pasur dhe të ftuar që na kanë dhënë një mendim më profesional për sa i përket çështjes bullizmit, pasi është një çështje që ka shumë kohë që trajtohet dhe duket sikur nuk po dalim në një zgjidhje, në një konkluzion, por që realisht këto nismat e vogla bëjnë një përmirësim. Ky minimizim duhet të nis nga secili dhe ne tek personi vetë, ne duhet të mundohemi të vëmë veten më shumë në vendin e të tjerëve, duhet empatia kohët e fundit tek adoleshentët, sidomos është zhdukur, dhe edhe secili nga ne bën një shaka, por që nuk e mendon se tjetrin mund ta lëndoj. Pse mendon se nuk ka më empati mes të rinjve në ditët e sotme? A është teknologjia një pengesë? Është një pengesë pasi tham që shumica e këtyre ndodh edhe online dhe komunikimi online është ndryshe nga i përballë. Përballë shikon tjetrin në fytyrë, shikon ndjenjat, reagimet, kurse online janë gjithmonë më të ftohtë. Ju vetë vajzat keni përjetuar, le themi, fenomene të vogla të ofendimeve, të bullizmave, çfarë ndodh? Fillon si një shaka, ti nuk e mendon, disa e mendojnë që mund ta lëndojnë tjetrin, po disa dhe jo, disa e kanë me tendencë, disa jo. E nis një shaka për flokët, një shaka për veshjen, për mënyrën si flet. Pa e menduar fare se tjetra mund të lëndohet. Pa e menduar pasojën e asaj që po thua. Po, kam vënë re dhe kur bën këto ngacmimet në grup, individi shpesh edhe qesh, por kam vënë re që brenda dhe i dhëmb. Domethënë, do të duket si i fortë që shiko se unë e kuptoj këtë shakan, por që realisht ka raste që lëndohen dhe i dhëmb. E mira është të shprehen, të reagojnë, por për shembull, unë personalisht nëse do ndodhte diçka e tillë, realisht përpiqem t'i eliminoj. Domethënë mos t'ia vër veshin, sepse fjalë do të. Nëse ai vazhdon ose ajo vazhdon, tenton të ngacmon, vazhdon me të njëjtën gjë. Po, thjesht tek unë nuk depërton, nuk identifikojnë ato fjalë kush jam unë realisht, kështu që nuk lejoj që të më preken. Kush bullizohet më shumë, meqense jemi te karakteri? E themi ndryshe, më të dobtët, më të ato që domethënë më të heshturit. Më të heshturit, që kanë nevojë që të punohet. Etiketon dhe shkon tek ai që e shikon që do preket. Dhe një njeri që e shikon që është i fortë dhe nuk do i marri parasysh fjalët e tij, nuk shkon dhe t'ia etiketoj ato fjalë, por te një njeri më i brisht që preket, atë sulmojnë. Po kjo pjesa tjetër që është si pjesa e spektatorëve, them unë, që thjesht shohin dy që bullizojnë njëri tjetrin, që zihen. Çfarë duhet të bëjmë më shumë në rastet kur ne shohim një fenomen të ndodh? Si duhet të ndërryjmë? Çfarë duhet të bëjmë ne të tjerët? Bullizojnë janë të tillë që nuk mund të
Spektatori duhet jetë ai i pari që reagon, jo të reagoj duke qeshur apo duke u bashkuar shakas. Se i bashkohet përsëri i bashkohet grupit. Kur ti shikon një njeri që po bullizohet dhe ai njeri nuk është mjaftueshëm i fortë që ta raportojë dhe ta flasi vetë me dikë tjetër, këtë gjë mund të jesh ti ai që i flet. Qoftë aty njeriu, qoftë dikujt tjetër që është në gjendje ta ndihmojë. Për çfarë ju shërbejnë rrjetet sociale? Çfarë shihni aty? Realisht është thjesht një mënyrë për të organizuar, për të shtyrë kohë, a kupton? Në fillim kur instalojmë rrjetet sociale nuk mendojmë gjithmonë jo po sherret, jo po bullizimi, jo po mendojmë gjithmonë për argëtimin ton, për të flasim me shokët më lirshëm, të dërgojmë video njëri tjetrit, sidomos videot me format më të shkurtër tani që kanë dalë, pra që janë bërë trend, pra reelsat në Instagram ose videot e shkurtër të TikTokut. Kjo është arsye kryesore që të përfshihesh pak më shumë me grupin, pra, të kesh diçka që të flasësh, sepse kur kanë gjithë shokët rreth rrjeteve sociale, dhe ti nuk ndihesh totalisht i përjashtuar nga grupi. Gjithashtu mendoj që në rrjetet sociale ke një shumëllojshmëri dhe ke shumë shembuj që ti do të ndjekësh. Dhe në qoftë se ti do ndjekësh atë shembullin e keq, është zgjedhja jote. Domethënë çdo platformë kur është krijuar për një qëllim të mirë. Për shembull WhatsApp është krijuar që njerëzit të komunikojnë me njëri tjetrin. Pastaj si përdoren këto platforma është një pyetje tjetër. Ndoshta Amelia, një mesazh të fundit kush do na thotë për bashkëmoshatarët që po na ndjekin? Të jemi gjithmonë dhe më të kujdesshëm me fjalët. Fjalët mund të lëndojmë, por fjalët mund të shërojmë dhe duhet të zgjedhim gjithmonë fjalë që të shërojmë njëri tjetrin. Mirë, faleminderit shumë suksese në projektin tuaj, faleminderit për bisedën dhe meqense është konkurs, fitofshi ju. Faleminderit. Shkëputemi për publicitet.